me nal gjithçka tjetër tjetës. Domethënë jo punë, jo të dalne kur gjë tjetër përveç paraglidit, gjë që e kam bërë me shumë qef edhe me shumë dashni, për ndryshe ky rezultat nuk isha arrit. Kemi punu fort edhe vazhdojmë me punu fort me komplet klubin. Çdo ditë që kemi mundësi, kemi erë të mirë, na vazhdojmë dalim në stërvitje, ka ditë që i bojmë 70 deri në 100 fluturime brenda ditës. 70-100. Po. 50, mandej po menoj varion në bazë të kushteve atmosferike, mirë po ka pilot, për shembull Fanoli Migjeni kanë pas 100-110 fluturime brenda ditës, që është kogja rekord me bo. Domethënë veç me ecë, me shku, edhe me ulshu poshtë pa u koncentru, heq me ardhe pika, është punë e madhe. A dihet për shembull sa mundet me qëndru në ajër brenda një fluturimi, kur janë fluturimet më të mëdha? Po, në fluturime më të gjata, atëherë ti mundesh me zgjedh sapo do me qëndru në ajër. Po. Për shkak se nëse je tu dashur me bë fluturim, për shembull cross country, mundesh me nejt me orë tona në ajër, veç e gjen pikën ku po do më nis, mas ne I përdor termikat për me marrë në altësi edhe ti me nejt sa më gjatë në ajër, po që na këto trajnimet tona ditore I bëjmë fluturimet të shkurta për shkak se na duhet me ushtru kamën, është precizion edhe na duhet me në çfarëdo lloj kushte të erës na me kon të gatshëm me prek rezultatin më të mirë.